marka ballkanike që ndihmojnë okupimin, shtete që furnizojnë me armatim nga Izraeli, kompani transporti nga Serbia që transportojnë të burgosur palestines, apo sisteme izraelite të spionazhit që mbikëqyrin Ballkanin. Deri më 7 tetor 2023 nuk I dinim të gjitha për masat e ndihimit izraelit në Ballkan. Prandaj ekipi ynë I gazetarëve gjatë 2 viteve të fundit ka hetuar dhe publikuar fakte që e lidhin këtë rajon me gjenocidin që po ndodh para syve të botës. Kemi shkruar për transportuesit lokal, brendet globale, rrjetet e sigurisë dhe politikën. Por le të kujtojmë disa nga ato raste. Kundërtime në teren në bregun perëndimor të pushtuar. Nga afër kemi dokumentuar krimet izraelite dhe kemi biseduar me njerëz nga Ballkani që jetojnë atje. Që nga 7 tetori jeta e tyre ka ndryshuar. Është bërë më e vështirë, më e rëndë dhe më e pasigurt. Le të kujtojmë se Shqipëria ka një marrëveshje strategjike me Izraelin në aspektin e mbrojtjes. Sisteme mortaje, platforma quadcopter si dhe topa obus janë disa nga armatimet që Shqipëria I ka marrë ose do t'i marrë në të ardhmen nga Izraeli. Kështu duke ndihmuar drejt për drejt ekonominë e një shteti që ushtron gjenocid. Janë prezantuar shumë kompani ballkanike të lidhura me brende globale që veprojnë në Izrael dhe në këtë mënyrë mbështesin sistemin ekonomik që mundson mbajtjen e okupimit të paligjshëm të territoreve palestineze. Ekonomia është një shtyllë e okupimit, por një shtyllë tjetër po aq e rëndësishme është transporti, ai që lëviz armët, të burgosurit dhe ushtarët. Shembull është kompania transportuese serbe Kauim, që vepron në qytetet Novi Pazar, Çaçak dhe Vranj, ndërsa autobusët e saj në bregun perëndimor transportojnë kolonët ilegal dhe të burgosurit palestines. Pastaj erdhi edhe Arkia, kompania ajrore izraelite, e cila hapi linjën e parë direkte për në Bosnjë-Hercegovinë, pavarësisht se shumë shtete u kanë mbyllur dyert turistëve izraelit. Por këtu nuk bëhet fjalë vetëm për turizëm. Vetëm një ditë pas 7 tetorit, kjo kompani ajrore transportonte rezervist falas përsëri në Izrael për të marrë pjesë në sulmet ndaj Gazës. E pastaj edhe transporti armëve. Ania Catherine, e cila lundronte në Adriatik, transportonte eksploziv të destinuar për Izraelin. Po madje edhe në detin Adriatik mund të shiheshin shenjat e një lufte. Pas ekonomisë dhe transportit, ndikimi shtrihet edhe në rrjetet e sigurisë. Ballkani ka qenë për shumë vite poligon për teknologjitë izraelite të inteligjencës. Ekspertët na shpjeguan se si këto rrjete veprojnë në rajon, si monitorojnë, manipulojnë dhe përhapin frikë. Dhe ndërsa ndikimi izraelit në ekonomi, transport dhe siguri ishte I dukshëm, projektet kulturore shërbenin për t'i fshehur gjitha këto. Ambasadat izraelite dhe projektet kulturore përpiqeshin të pastronin imazhin e shtetit dhe kjo bëhej me miratimin e autoriteteve lokale. Të gjitha këto tregime, kur shihen së bashku, zbulojnë vetëm një model. Izraeli, I cili po zhvillon një fushat gjenocidi, përpiqet në çdo mënyrë të shtrijë ndikimin e tij ekonomik, kulturor dhe ushtarak për të pastruar imazhin e vet. Prandaj kur flasim për gjenocidin në Gaza, prit flasim për diçka të largët, po flasim për një sistem, gjurmët e të cilit janë të dukshme edhe këtu, në Ballkan.